Më shumë se 45.000 libra vetëndihmues publikohen çdo vit. Mbi 200.000 podcaste mbi kategorinë e zhvillimit personal. Por po sikur t'ju thoja, se të gjitha zbehen në krahasim me zhvillimin shpirtëror që mund t'ju jap në jetën tuaj dhe besimin tuaj një libër i vogël, vetëm 6 kapituj, 2000 fjalë dhe 20 minuta nga koha juaj, përsëri ndikimi i tij zgjat një jetë të tërë. Ai shpjegon në mënyrë të përmbledhur dhe të fuqishme se çfarë do të thotë të besoni dhe si të zbuloni thirrjen e Perëndis për ju, si të gjeni qëllimin, të kapërceni pengesat, të lidheni me të tjerët, të gjeni jetën që doni, të duroni vështirësitë, të përjetoni plotësinë e jetës, dashurinë pa kufi dhe përfundimtarja, të jeni ai ndjekës i Krishtit që gjithmonë keni dashur të jeni. Bashkohuni me mua në fjalën e Perëndis teksa gjejmë rrugën e vërtetuar për të ndërtuar besimin që lulëzon, ndikon dhe duron. Një besim që tregohet me sjellje. Gjithçka fillon me librin e Efesianëve. Pas pak në moment vendimtar. Prandaj kur kaloni ndonjë çast të shqetësuar dhe mbas ndonjëherë edhe me pak keqardhje për veten, dhe po vrisni mendjen a më pranon njeri, a kam vend të dikush, a i interesoj dikujt, ju kërkoj që të ktheni dhe ta lexoni sërish këtë, nënvizoheni me stilolaps. Perëndia i plotfuqishëm ju ka pranuar, më dëgjoni, nëse jeni të pranuar nga burimi dhe fuqia më e lartë në univers, atëherë pa diskutim që jeni të pranuar. Faleminderit që po ndiqni moment vendimtar. Dhe tani po ju lë me doktor Jeremian dhe mesazhin e tij, 8 bekime shpirtërore. Ishte një ëndër e bërë realitet për Roman Jurkovin si një shitës makinash 35 vjeç nga Tula në Rusi. Edhe Jurkovi kishte problemet e tij ekonomike, përfshirë edhe vesin e bixhozit. Si shumica e njerëzve në komunitetin e tij po bënte çmos për të mbijetuar. Pastaj, një ditë maji të vitit 2020, Jurkovi u habit kur pa se 95 milion rubla, përafërsisht 1.3 milion dollar, ishin depozituar në llogarinë e tij bankare. Depozita ishte bërë nga bastëvënësi i tij në internet, gjë që e bëri Jurkovin të besonte ose mbase të shpresonte se ky fat i papritur ishte rezultati i ndonjë basti me fitim të lartë. Sërish duke u ndjerë disi skeptik, ai i telefonoi bankës. Dhe për habin e tij, punonjësit aty i thanë se nuk kishte asnjë problem me llogarinë e tij. Parat ishin të vërteta dhe vërtet ishin të tijat. Për Roman Jurkovin, kjo kthese e papritur ngjarje shpërfaqësonte një bekim të pabesueshëm, dhe ai kishte për qëllim që ta bekonte veten në çdo mënyrë të mundshme. Natën e 31 majit dhe mëngjesin e 1 qershorit, Jurkovi bëri 200 transaksione të ndara. Mes gjërave që bleu gjatë këtij harbimi harxhimesh ishin 4 apartamente të ndara, një iPhone i ri, një BMW dhe një Mercedes. Unë bleva gjithçka që doja, tha ai, përveç avionit, ende nuk isha arritur atje. Historia e Roman Jurkovit nuk ka një fund të lumtur. Më vonë banka e tij kuptoi se llogaria e tij kishte disa parregullsi. Në nëntor, llogaria e Jurkovit, që për habi ende kishte $540.000 dollar, u bllokua. Në muaj në vazhdim ai u arrestua me akuzën se kishte vjedhur nga banka. Pavarësisht protestave të tij të vazhdueshme për pafajësi, gjykata e shpalli Jurkovin fajtor për përfitim nga një keq funksionim i programit të bankës dhe e dënoi atë me 6 vjet burg. Për Roman Jurkovin, ëndra u kthye në një makth. Për shkak se shpresat e tij për të ardhmen u mbështetën në burime që ai nuk i kishte dhe nuk i kontrollonte. Ai u mbështet në atë që nuk është një trashëgimi e besueshme, a më dëshmon njëri për këtë? Sigurisht, ai nuk është i vetmi. Bota jonë është e përqendruar te ndjekja e gjërave që janë të përkohshme, që shkon përtej pasurisë dhe financave. Shoqëria na nxit vazhdimisht që të kërkojmë pushtet dhe autoritet. Kultura jonë është e fiksuar pas famës, por edhe famës keqe. Komunitetet tona na bindin që marrëdhëniet e duhura një ditë do të na hapin dyert dhe rrugën drejt qëllimit dhe kuptimit. Por pushteti mund të zhduket në një çast. Fama është e paqëndrueshme dhe marrëdhëniet e themeluara mbi kënaqësitë vetjake bëhen shpejt toksike. Akoma më keq, edhe nëse ne përpiqemi vetë për shumë dekada dhe me forcë mbahemi fort pas çdo gjëje që kemi arritur, parat tona, reputacioni ynë, lidhjet që kemi, sërish mbetet realiteti i pashmangshëm i varrit. Dhe siç kam thënë edhe më parë herën e fundit që kontrollova, kjo gjë na prek të gjithëve ne. Nuk ka rëndësi se çfarë kemi arritur, përmbushur apo siguruar në këtë jetë, ne do t'ju mbasim të gjitha kur jetës t'i vi fundi.
Çdo bekim që ofron kjo botë është një bekim që nuk mund ta mbajmë. Nëse jeni ndjekës të Jezus Krishtit, bekimet e përshkruara në librin e Efesianëve janë tashmë tuajat. Ato tashmë janë depozituar në bankën tuaj në qiell. Të gjitha shifrat përputhen. Nuk ka gabime në llogari apo ritransferime, dhe ndërsa ecim së bashku përmes vargjeve hyrëse të Efesianëve, dua që të kujtoj veten dhe juve për pasurinë tonë të vërtet, atë që kemi vërtet si ndjekës të Krishtit, për atë që ka vërtet rëndësi. Një trashëgimi që nuk është e cënueshme nga luhatjet e tregut të aksioneve, e paprekur nga inflacioni, nuk mund të humbet nga korrupsioni apo lakmia në maj. Me fjalë të tjera, bekimet tuaja, bekimet e mia si besimtar në Jezus Krishtin janë të sigurta. Ato janë gati që ne t'i përdorim edhe sot, madje edhe në këtë çast që flasim. Këto burime janë të mjaftueshme për të mbuluar borxhet e së kaluarës, për të paguar borxhet e së sotmes dhe për të siguruar për nevojat tona në të ardhmen. Libri i Efesianëve ka të bëjë vetëm me bekimin e Perëndisë në jetën tonë. Ka të bëjë edhe me sjelljen tonë. Në fakt, libri lehtësisht konturohet rreth këtyre dy temave. Kapitujt e parë flasin për atë që ne besojmë, kurse kapitujt e fundit na tregojnë si të sillemi. Ju e dini se mënyra se si sillemi varet nga ajo që besojmë. Dhe libri i Efesianëve na shpjegon këtë. Kapitujt 1 deri në 3 tregojnë se çfarë besoni, kapitujt 4 në vazhdim tregojnë se si sillemi. Pali po na tregon se sjellja jon është e themeluar në bekimin e Perëndisë. Dhe për këtë arsye këtë seri mesazhesh e kam titulluar Besimi që tregohet me sjellje. Ky pasazh nga shkrimin, të cilin do ta studiojmë sot, është me të vërtetë një pasazh interesant. Është fjalia më e gjatë në Bibël. Nëse lexoni në gjuhën greke, do mësoni se nuk ka pika, që në fillim të vargut të 3 dhe deri në fund të vargut 14. E di që është e vërtet, sepse kur isha në lëndën e gjuhës greke në seminar, mu desh të bëja një skicë të këtyre vargjeve. Dhe skica zuri faqen e parë dhe kaloi në faqen e dytë. Çdo gjë ndërton gjithçka tjetër dhe e gjithë fjalia vazhdon dhe vazhdon pafundësisht. Është e mahnitshme. Dikur vrisja mendjen sepse Pali do të përfshinte një fjali kaq të gjatë në letrën e tij. Por mendoj se tani e kuptoj, mendoj se Pali filloi t'u tregonte Efesianëve për gjithë bekimet që Perëndia ka për ne, dhe u entuziazmuai shumë sa nuk po merrte më as frymë. Ai vazhdoi t'i përmendte njëri pas tjetrit derisa tha gjithçka në mënyrë shtruese dhe pastaj ndaloi. Ai filloi me bekimet që kanë lidhje me përjetësinë e shkuar dhe pastaj ecën përpara deri në jetën tonë tani. Dhe pastaj e përfundon me përjetësinë e ardhshme. Si rezultat i kësaj, kjo listë me dhurata është e vazhdueshme, gjithë secila përforcon atë që vjen përpara saj dhe prezanton atë që vjen më pas. Është vërtet një paragraf i mrekullueshëm në Bibël. Unë dua të ndjek shembullin e Palit në këtë pasazh. Në këtë vargje janë përmbledhur shumë gjëra për të cilat mund të shkruaj një libër, mund të predikoj një mesazh për secilën frazë. Por kështu do të humbisja thelbin e asaj që po kërkon Pali. Ai i përmend këto gjëra njëra pas tjetrës pa ndërprerje. Unë do të përpiqem të bëj të njëjtën gjë, prandaj më dëgjoni me kujdes. Ndërsa i lexojmë, ja se cili është turi i vërrutshëm përgjatë disa prej dhuratave që marrim nga Ati ynë i mirë dhe i hirshëm në qiell. Së pari, tek Efesianëve 1:4 na thuhet se ne jemi zgjedhur. Jemi zgjedhur. Pali e nis fjalin më të gjatë në Bibël, duke i treguar çdo njeriu që e ka pranuar dhuratën falas të shpëtimit përmes Jezus Krishtit, që ne jemi zgjedhur. Vini re se çfarë na thuhet në vargun 4, sikur se na zgjodhi në të përpara se themelohej bota, që të jemi të shenjtë dhe të papërlyer përpara tij në dashuri. Biblia na tregon se Perëndia është dashuri. Dhe dashuria nuk mund të jetojë vetme, dashuria ka nevojë për të tjerët, dhe prandaj Perëndia vendosi që të merrte pranë vetes një grup njerëzish, që ai do t'i zgjidhte që të vinin dhe të kalonin përjetësinë me të. Dhe shkrimi na thotë se ai zgjodhi ata njerëz për veten, përpara se të fillonte bota. Tani e di që po shkel në disa territore shumë të diskutueshme këtu. Kur shkruaj për të qenë të zgjedhur, mbase ju keni dëgjuar fjalën zgjedhje politike dhe ju ka ngecur në fyt. Çfarë nën kupton kur thotë se Perëndia i plotfuqishëm na ka zgjedhur para themelimit të botës? E po e kam studiuar me kujdes këtë në gjuhën greke, në të gjithë komentarët dhe kam zbuluar. A jeni gati që ta dëgjoni? Do të thotë se Perëndia na ka zgjedhur. Këtë kuptim ka. Na pëlqen apo nuk na pëlqen, e kuptojmë apo nuk e kuptojmë, fjala e Perëndisë thotë se përpara se të ekzistonte bota, para se ne të ekzistonim, përpara se të kishte ndonjë gjë në zemrën e Perëndisë së plotfuqishëm, ai ka menduar për ne. Ai ka përfituar fytyrat tona, ai ka kuptuar zemrat tona, ai ka dhënë formë çdo gjëje në mendjet tona dhe pastaj duke ditur plotësisht se kush do të ishit dhe se çfarë do të bëheshit, nëse jeni të krishterë, ai ju ka zgjedhur. Mund thoni, e po,
pse u zgjodha unë dhe nuk u zgjodh dikush tjetër? Nuk do të mund të arrit ta kuptoj kurrë këtë. E vërteta është një mister dhe nuk mund ta shpjegoj dot, por sërish mbetet e vërtetë dhe fjala e Perëndis. Tani ju lutem të mos bëhemi arrogant për këtë nëse ndihemi të zgjedhur, sepse vërtet nuk ka të bëjë fare me ne. Ne nuk u zgjodhëm sepse jemi të pashëm apo sepse jemi të bukur, sepse jemi të zgjuar, sepse inteligjenca jonë është shumë e madhe, as sepse jemi njerëz të mirë dhe me moral. Perëndia më zgjodhi mua dhe ju për shkak të Jezus Krishtit. Zgjedhja jonë nuk ka të bëjë as pak me atë që jemi dhe ka të bëjë me gjithçka që ai është. Biblia na e thot këtë, ne nuk mund ta kundërshtojmë dot. Do të isha i pandershëm me ju nëse nuk do t'ju mësoja. Çfarëdo që të mendoni për këtë të vërtetë, Perëndia i plot fuqishëm ju ka zgjedhur. Dhe ju duhet jeni gjendje që të thoni me përulësi: Faleminderit Zot që më zgjodhe mua përpara themelimit të botës. Pastaj ne jemi birësuar. Vargu 5 thot: duke na paracaktuar që të birësohemi në veten e Tij me anë të Jezus Krishtit, sipas pëlqimit të vullnetit të vet. Dhe kemi sërish një tjetër nga këto fjalët e rrezikshme, paracaktuar, me shumë mundësi e keni dëgjuar këtë. Pali nuk e përdor këtë fjalë në mënyrën se si e përdorin shumë njerëz sot. Ai nuk po thotë se në përjetësinë e shkuar Perëndia ka paracaktuar gjithë rezultatet e jetës sonë, dhe prandaj ne nuk kemi vullnet të lirë dhe nuk kemi aftësinë për të bërë zgjedhje të vërteta. Jo, fjala paracaktuar thjesht do të thotë që të vendosësh kufi rreth diçkaje që të qëndrojë brenda një kursi të caktuar. Ja se çfarë thot Biblia, Perëndia na zgjodhi në përjetësinë e shkuar dhe pastaj ai na përcaktoi ose na paravendosi në sovranitetin e Tij që ne të mund të birësoheshim si bij ose bija në familjen e Tij. Kjo është një vërtet vendimtare, sepse birësimi në botën e lashtë ishte shumë ndryshe se sa tani. Ne mund të kemi një fëmijë të birësuar, mund të kemi kaluar një proces birësimi dhe e kuptojmë se çfarë është. Por në kohën e Palit fëmijët nuk kishin ndonjë të drejtë ligjore apo status derisa të arrinin një moshë të caktuar, derisa të maturoheshin, dhe kur vinte kjo kohë, fëmia nxirrej përpara dhe njihej zyrtarisht si i rritur, që do të thoshte se jepeshin të gjitha të drejtat dhe të gjitha privilegjet që meritonte si një i rritur në atë familje. Prandaj ajo që Perëndia na komunikon përmes këtij pasazhi të shkrimit është se kur ai na zgjodhi në të shkuarën, ai vendosi që ne duhej të birësoheshim në familjen e Tij si bij të maturuar, si bija të maturuara, që ne të kishim të gjitha të drejtat dhe privilegjet e lidhura me të qenit, antar i familjes së Tij. Ky është lajm sigurisht, por ja se cila është gjëja vërtet e mahnitshme. Biblia thot se për shkak se ne jemi birësuar si bij dhe bija të maturuara në familjen e Perëndis, ne kemi të njëjtin status para Perëndisë së plotfuqishëm me Jezus Krishtin. Ne jemi bashkë trashëgimtar me të, na thot Biblia, që do të thotë se çdo gjë që ka Krishti me Atin, e kemi edhe ne me Atin. Të përpiqemi ta përvetsojmë për një çast këtë realitet. Ne jemi zgjedhur nga Perëndia. Ne jemi bekuar jo thjesht duke u përfshirë në familjen e Tij, por kemi birësim të plotë si bij dhe bija. Ne jemi ligjërisht dhe shpirtërisht fëmijë të Perëndisë. Dhe pastaj Pali thot, dhe kjo më pëlqen po aq sa edhe të tjerat, që ne jemi pranuar. Unë kam dëgjuar shumë histori nga njerëz që janë rritur në brezin tim që nuk janë ndier kurrë të pranuar nga baballarët e tyre. Dhe ata thonë, e po ai ishte një brez tjetër, baballarët në atë kohë nuk komunikonin edhe aq shumë, ata ishin paksa stoik, më kuptoni? Shpresoj të mos keni pasur një baba stoik. Dhe nëse jeni baba, mos jeni një baba stoik. Ndonjëherë, pranimi nga miqtë tanë, ne jetojmë në një kohë sot ku sundon interneti dhe shumë fëmijë po dalin nga drejtimi i dur, sepse nuk ndihen të pranuar dhe kthehen te interneti dhe përpiqen që të gjejnë pranim aty, por nuk e gjejnë dot. Dhe nëse nuk tregohen të kujdesshëm, gjejnë njerëzit e gabuar në internet dhe pastaj mujshohen edhe në internet dhe ndonjëherë shkatrohen. Më shumë vetvrasje po ndodhin në këtë grup moshë se kur më parë në historinë e vendit ton, për shkak të mungesës së të qenit të pranuar. I pranuar nga bota, i pranuar aty ku punoni, dhe pastaj kemi pranimin nga Perëndia. Si mund ta di që Perëndia më ka pranuar? Ata prej nesh që kanë zgjedhur të ndjekin Jezusin mund të jenë të sigurt për këtë të fundit. Siç na e bën të qartë edhe Pali në vargjet 56, ne jemi tashmë të pranuar nga Ati ynë qiellor, duke na paracaktuar që të birësohemi në veten e Tij me anë të Jezus Krishtit, sipas pëlqimit të vullnetit vet, për lëvdimin e lavdisë së hirit të Tij me të cilin na bëri të pëlqyer në të dashurin, birin e Tij. Vini re fjalën të dashurin është një term që i referohet Jezus Krishtit. Perëndia shikon birin e Tij dhe thot, ky është biri im i dashur në të cilin jam kënaqur. Pali po na mësonte mua dhe juve që jemi të zgjedhur dhe të birësuar
që gjithashtu jemi të pranuar dhe për shkak të Jezus Krishtit, ne i përkasim familjes së tij në të njëjtën mënyrë që Jezus Krishti i përket familjes së tij. A nuk ju pëlqen kjo dhuratë? A nuk është një bekim i denjë për ta ruajtur si thesar Perëndia na pranon në të njëjtën mënyrë siç pranon birin e tij të dashur, Jezus Krishtin. Prandaj kur kaloni ndonjë çast të shqetësuar dhe mbase ndonjëherë edhe me pak keqardhje për veten, dhe po vrisni mendjen a më pranon njeri, a kam vend të dikush, a i interesoj dikujt, ju kërkoj që të ktheni dhe ta lexoni sërish këtë, nënvizoheni me stilolaps. Perëndia i plotfuqishëm ju ka pranuar, më dëgjoni, nëse jeni të pranuar nga burimi dhe fuqia më e lartë në univers, atëherë pa diskutim që jeni të pranuar. Ju jeni të pranuar dhe ju i përkisni Perëndis. Dhe nuk ka pse të vini vërdall duke vrarë mendjen. A përshtatem, a jam në lartësinë e duhur? Ju jeni në lartësinë e duhur me Perëndin sepse ai këtë e mat me shkopin matës të Jezus Krishtit. Dhe kur ju sheh për t'ju matur juve, ai mat Jezus Krishtin në vendin tuaj dhe Jezus Krishti është gjithmonë në lartësinë e duhur. Ne jemi zgjedhur, ne jemi birësuar, ne jemi pranuar, pastaj Bibla thotë se jemi shpenguar. Shikoni vargun pasardhës në fjalinë më të gjatë në Bibël, në cilin kemi shpengimin me anë të gjakut të tij, faljen e mëkateve sipas pasurisë së hirit të tij. Tani kjo është një fjalë që e dëgjojmë shpesh në Kish dhe jam i lumtur që t'i lë këto fjalë më të veçanta dhe të flas për shpengimin. Çfarë do të thotë të jesh i shpenguar? E po në gjuhën greke që Pali e ka shkruar këtë letër, të shpengosh diçka do të thotë që ta blesh përsëri dhe ta bësh që të jetë e lirë. Unë dhe i me shoqe Dona kemi patur privilegjin që të udhtojmë shpesh në të gjithë vendin. Para disa vitesh ndaluam në një qytet jugor dhe qëndruam në një hotel. Dhe ndërsa po regjistroheshim, portieri na tha sigurohuni që të shkoni të shihni edhe tregun. Vetëm një blok larg nga ky hotel është një nga tregjet e vjetër të skleverëve, ku dikur shisnin dhe blinin sklever. Por e kanë shndruar në një treg të zakonshëm sot. Duhet patjetër që të shkoni ta shihni. E po kështu bëm, shkuam aty dhe më duhet ju them se pata ndjesinë më të zymt ndërsa ishim aty. Po ecja në për një vend që përfaqësonte një nga çastet më të këqija në historinë e kombit tonë. Një periudhë kur burra dhe gratë, krijuar sipas shëmbulltyrës së Perëndisë së plotfuqishëm, bliheshin dhe shiteshin si të ishin pronë. Si mallrat e shumë që tregtohen dhe blihen në atë treg sot. Është një mendim i tmerrshëm, një imazh i tmerrshëm. Por dua që të keni ndërmend këtë imazh ndërsa lexojmë së bashku Romakëve 6, 17 dhe 18 e kemi vendosur në ekran. Por i qofshim fal Perëndis, sepse ju dikur ishit sklever të mëkatit, ndërsa tani i jeni bindur me gjithë zemër gjedhes së mësimit që keni marrë. Ju u çliruat nga mëkati dhe u bët shërbëtor të drejtësisë së Perëndis. Çfarë pasazhi mrekullueshëm që është? Biblia thotë se unë dhe ju kemi qenë sklever në tregun e skleverëve të mëkatit. Çfarë do thotë kjo? Përpara se të vim te Krishti, është e pamundur që të mos mëkatojmë. Duhet them, ne ende mëkatojmë edhe pasi bëhemi të krishterë, por nuk ka pse të jetë kështu. Por përpara se të kemi një fuqi brenda vetes për të na ndihmuar të mos bëjmë gjëra mëkatare, ne jemi sklever të tyre. Ne kemi ngecur në atë treg skleverish të mëkatit. Por një ditë Perëndia i plotfuqishëm zbriti poshtë për të na ribler. A e dini se çfarë përdori për kolateral? A i përdori birin e tij, Jezus Krishtin dhe gjakun e tij të çmuar. A i na bleu me gjakun e çmuar të Krishtit nga tregu i skleverëve të mëkatit. Dhe ai gjak u derdh në altarin e kryqit dhe ai na bleu përsëri që të mund të jemi të lirë nga mëkati dhe të lirë për të bërë të drejtën. Ai na shpengoi. Ne jemi zgjedhur, ne jemi birësuar, ne jemi pranuar, ne jemi shpenguar dhe pastaj na thotë se ne jemi ndriçuar. Vargjet 1, 8 dhe 9, të cilin e bëri të teprojë ndaj nesh me gjithë urtësinë dhe mençurinë, duke bërë të njohur tek ne misterin e vullnetit të tij, sipas pëlqimit të tij që ai e kishte përcaktuar me veten e tij. Tani këtu kemi dy fraza që duhet i shohim me vëmendje. Së pari pasurinë dhe hirin e Perëndis të teprojë ndaj nesh në këto mënyra përmes urtësisë dhe mençurisë, dhe pastaj Perëndia e bën të njohur te ne misterin e vullnetit të tij. Kjo na kthen tek ideja se përpara se të bëhemi të krishterë, nuk mund ta kuptojmë Perëndin, nuk mund t'i kuptojmë gjërat e perëndishme, në thjesht vrasim mendjen çfarë janë këto gjëra. Çfarë po bëjnë këta njerëz të çmendur që e mendojnë këtë gjë? Më lejoni t'ju tregoj një varg nga shkrimi që e shpjegon këtë. 1 Korintasve 2:14 thotë dhe njeriu natyror nuk i rrok gjërat që janë të frymës së shenjtë, sepse për të janë marrëzi dhe nuk mund t'i njohë sepse ato gjykohen frymërisht. Ne nuk mund t'i kuptojmë gjërat shpirtërore si njeri natyror, duhet t'i jemi shpirtëror.
Dhe Biblia thotë se kur ne bëhemi të krishterë, ajo që ndodh është se nëse duam të njohim vullnetin e Perëndisë si të krishterë, ne duhet ta njohim dhe ky është një premtim nga Perëndia. Çështja është se ndonjëherë nuk duam ta njohim. Ne duam ta njohim vetëm për ta krahasuar me mundësitë e tjera që kemi. Nëse duam ta njohim vullnetin e Perëndisë, duhet ta njohim dhe ta bëjmë atë. Ne duhet të themi mirë, Zot më tregon se çfarë të bëj dhe të premtoj se kur të më tregosh do ta bëj. Kështu e zbulojmë vullnetin e Tij. Dhe pastaj ne jemi zgjedhur, jemi birësuar, jemi pranuar, jemi shpenguar, jemi ndriçuar dhe pastaj Biblia na thotë se kemi një trashëgimi që po na pret. Efesianëve 1:11 dhe 12. Në të edhe kemi qenë zgjedhur për një trashëgimi, duke qenë të paracaktuar sipas vendimit të Atij që vepron të gjitha sipas këshillës së vullnetit të Tij, që ne të jemi për lëvdim të lavdisë së Tij që ne shpresuam qysh më parë në Krishtin. Tani më dëgjoni pak. Nëse jeni ndjekës të Krishtit, ju keni një trashëgimi që është rezervuar posaçërisht për ju. Sepse ju jeni bi dhe bija të maturuar në familjen e Perëndisë. Sepse jeni birësuar në familjen e Perëndisë dhe ju jeni pranuar nga Ati, ju keni të gjithë të drejtat dhe privilegjet që vijnë me këtë status ligjor dhe një nga të drejtat dhe privilegjet është një trashëgimi që është një bekim i veçantë që secili prej nesh do ta marrë një ditë. Më lejoni të ndaj një mendim me ju. Nëse i vendosni të gjitha burimet tuaja në atë që keni sot këtu, ju gradualisht po largoheni nga thesaret tuaja. Nëse i vendosni burimet tuaja në gjërat e Perëndisë, ju jeni gradualisht duke shkuar drejt shpërblimit tuaj. Duhet bëni një zgjedhje. Çfarë është kjo trashëgimi? Çfarë nënkupton ai kur thotë se ne do të marrim një trashëgimi? Unë nuk e kuptoj këtë plotësisht, por apostulli Pjetër na ofron pak më shumë për sa i përket përshkrimit të kësaj. Ai thotë: "Qoftë bekuar Perëndia dhe Ati i Zotit ton Jezu Krisht, i cili me anë të mëshirës së Tij të madhe na rilindi për një shpresë të gjallë, me anë të ringjalljes së Jezu Krishtit prej së vdekurish, për një trashëgim të paprishëm, të panjoll dhe të pafishkur që është ruajtur në qiejt për ju." Me fjalë të tjera, Pjetri thotë se ju jeni të krishterë dhe Perëndia ka një shpërblim të veçantë, një trashëgimi të veçantë për ju në qiell. Vini re se si e përshkruan ai, është i paprishëm, i panjoll dhe që nuk venitet. Nuk i nënshtrohet inflacionit, lavdis Zotit. Cila do qoftë natyra e kësaj, është më e mrekullueshme nga çdo gjë që mund të përfituroni. Është më madhështore se çdo gjë që mund të përshkruani në një copë letër. Dhe pastaj numri 7, ne jemi vulosur. Në të dhe ju, pasi e dëgjuat fjalën e së vërtetës, ungjillin e shpëtimit tuaj dhe pasi besuat, u vulosët me frymën e shenjtë të premtimit. Çfarë do thotë kjo u vulosët? Biblia na thot këtë. Kur ju bëheni të krishterë, një numër gjërash ndodhin në atë çast. Një prej tyre është se fryma e shenjtë vjen për të jetuar brenda jush. Vjen jeton brenda zemrës suaj, jo zemrës fizike, por zemrës së qenies suaj, vetes suaj të vërtet. Personalitetit tuaj, frymës tuaj, shpirtit tuaj, fryma e shenjtë vjen për të banuar në ju. Kur fryma e shenjtë vjen për të banuar brenda jush, fryma e shenjtë shërben si një vul që ju jeni të Perëndisë. Ai është garancia që ju tregon se nuk ka rëndësi se çfarë po ndodh në jetën tuaj, gjërat do të shkojnë mirë sepse Perëndia është me ju, ai është në ju. Mënyra më e mirë për ta përshkruar këtë është me atë që ndodh kur dërgoni një letër të vulosur. Kur shkoni në zyrën postare, plotsoni një formular, u dorëzoni letrën dhe pastaj ata i vënë një vul që askush nuk mund të hapë pa e marrë vesh marrësi se çfarë ka ndodhur. Ajo vul siguron një garanci për vërtetësinë e letrës suaj. Biblia thotë se fryma e shenjtë është garancia se ato që Perëndia ka premtuar në të shkuarën do t'i përmbush në të ardhmen. Nga e di unë këtë, Biblia thotë se fryma e shenjtë jeton në zemrën time. Si e di unë që fryma e shenjtë banon në zemrën time? Sepse Biblia thotë se ai dëshmon frymës time se unë jam një fëmijë i Perëndisë. Dhe prandaj Biblia na thotë se një nga bekimet që marrim kur bëhemi të krishterë është garancia që çdo gjë që Perëndia na ka premtuar, ai do ta përmbush. Ne jemi të krishterë, fryma e shenjtë është vula. Për shkak se kemi frymën e shenjtë, ne dimë se një ditë çdo gjë që ai ka thënë se është e vërtetë do të ndodhë. Si ndjekës të Jezusit, ne jemi zgjedhur, birësuar, pranuar, shpenguar, ndriçuar. Na është dhënë një trashëgimi, jemi vulosur dhe tani së fundmi ne jemi të siguruar. Vini re sërish vargun 14, i cili është kapari i trashëgimisë son për shpengimin e plotë të zotërimit të blerë, për lëvdim të lavdisë së Tij. Disa përkthime të shkrimit si ky yni e kanë zvendësuar fjalën garanci me fjalën kapar. E keni dëgjuar ndonjëherë fjalën kapar? E dini se ç'është kapari? Kur shkoni të blini një pronë, jepni paraprakisht para kapar, për t'i treguar shitësit që nuk po ju mbisni kohën kot. Zakonisht për ju është e dhimbshme për ta humbur kaparin, prandaj kapari është siguria që ju do ta blini atë shtëpi të cilin e keni parë. Duke bërë këtë pagesë, ju po i tregoni shitësit që oferta juaj është serioze. Pra ju po tregoni se do ta mbani fjalën e dhënë.
Në mënyrë të ngjashme, fryma e shenjtë është kapari për trashëgimin ton. Ai ka siguruar një pjesë të trashëgimisë tonë në mënyrë që të jemi të sigurt dhe të qetë për premtimin e tij se një ditë ai do të na marrë për të qenë me Atin. Çfarë është e nevojshme që të themi për të gjitha këto bekime? Efesianëve 1:3 dhe 14 e thotë kështu: I bekuar qoftë Perëndia, Ati i Zotit ton, Jezu Krisht, që na bekoi me çdo bekim frymëror në vendet qiellore në Krishtin. Ai e bëri këtë në mënyrë që të përlëvdojmë lavdinë e tij. Ishte një ditë e trishtueshme në familjen Williams kur mësuan për fëmijën e tyre Ken Watsonin që kishte ndruar jetë. Vdekja e Kenit nuk ishte surprizë, ishte 87 vjeç. Ai kishte pasur shumë probleme shëndetësore. Por Owen Williams dhe bashkëshortja e tij e dinin se vdekja e Kenit do të ishte veçanërisht e veçantë për vajzën e tyre të vogël, Kedin. Kuptoni që Kedi ishte vetëm 2 vjeçë në atë kohë, dhe ajo kishte një lidhje të veçantë me zotin Watson. Në fakt, ai e trajtonte atë më shumë si mbes se sa si fëmijë, dhe çdo vit bënte përpjekje të veçanta për t'i dhënë dhuratën e Krishtlindjes. Dhe vdekja e tij do të linte një boshllëk jo vetëm në lagjen dhe në rrugën e tyre, por edhe në zemrën e vogël të Kedit. Fatmirësisht, ky nuk është fundi i historisë. Doli që Ken Watsoni kishte fshehur dhe një as tjetër nën mëng para se të vdiste, ose për ta thënë më saktë, një dhuratë më shumë për të dhënë. Pak pas vdekjes së Kenit, vajza e tij erdhi te ata me një çantë të madhe. Ajo tha se ishte për Kedin. Brenda ishin 14 dhurata që Keni kishte blerë për miken e tij. 14 dhurata të mbështjella për të bekuar atë vajzë të vogël për 14 Krishtlindje të ardhshme. Ai thot vazhdoja të fusja dorën në çantë dhe të nxirrja dhurata të tjera. Dukej sikur nuk do të mbaronin kurrë, në atë çantë ishin 14 dhurata. Dhuratat që Ken Watsoni i la Kedi Williamsit ishin vërtet diçka e veçantë, por dhuratat që Perëndia ka derdhur mbi ne janë pafundësisht më të mira. Pas vdekjes së tij, Zoti Watson dhuroi 14 dhurata për 14 vite të ardhshme. Por Perëndia atë na ka dhënë me bujari çdo bekim shpirtëror që zgjeron horizontin e kohës nga përjetësia e shkuar në përjetësinë e ardhshme dhe tani në jetën tonë sot. Pra ne jemi bekuar edhe më shumë se e vogla Kedi, ne jemi bekuar me bekime të përjetshme, të shkruara për ne në librin e Efesianëve. Faleminderit që ishit me mua sot në moment vendimtar. Sa më shumë që e studiojmë fjalën e Perëndisë, aq më shumë e kuptojmë që Perëndia ynë i dashur dëshiron të ketë një marrëdhënie personale me gjithë secilin prej nesh. Nëse ju do doni që të filloni një marrëdhënie me të, hapi i parë është që të pendoheni për mëkatin tuaj dhe t'i kërkoni Jezus Krishtit që të bëhet Zoti dhe shpëtimtari juaj. Sapo ta merrni këtë vendim për të pranuar dhuratën e Perëndisë për shpëtimin, do të fillojë udhtimi juaj me Perëndin si një krijesë e re në Krishtin. Nëse sot e keni marrë këtë hap besimi, ju inkurajoj që ta ndani vendimin tuaj me të krishterë të tjerë në një shërbes të besueshme apo të një kishë zonës, dhe që të vazhdoni të rriteni në besimin e sapo gjetur. Perëndia ju bekoft, ndërsa filloni ecjen tuaj me Perëndin. Pres me padurim që të shihemi herën tjetër këtu në moment vendimtar.